6 shenja që tregojnë se dikush të do, por nuk arrin ta follë. Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të lini komentin tuaj të çmuar. A je pyetur ndonjëherë nëse dikush i veçantë të do, por për ndonjë arsye fjalët të dua nuk i dëgjon kurrë? Është ajo ndjenjë që të lë pezull, zemra të thotë se ka diçka të thellë, por heshtja të bën të dyshosh. Mos u shqetëso, sot do të zbulojmë 6 shenja që tregojnë se dikush të do, edhe nëse nuk arrin ta shprehë me fjalë. Dhe për ta bërë këtë, do të na ndihmojë Carl Gustav Jung, psikologu legjendar që na mësoi të lexojmë shpirtin përmes gjesteve dhe heshtjeve. Ky është një udhëtim për të kuptuar dashurinë e pathënë, atë që fshihet në shikime, veprime dhe momente të vogla. Përgatitu, sepse mund të shohësh dikën me sy të rinj pas këtij artikulli. 1. Të shikon me intensitet, por shmang syt. Jungu fliste për hijen atë pjesë të fshehur të shpirtit ku mbajmë ndjenjat që na trembin. Kur dikush të do, por nuk guxon ta thotë, shpesh kjo dashuri shpërthen në sytë e tij. E ke vënë re ndonjëherë një shikim që të bën të ndalosh frymën? Është i thellë, pothuajse magnetik, sikur po të thotë diçka pa fjalë. Por sapo sytë tuaj takohen, ai shmang shpejt, ndoshta skuqet ose bën sikur s'ka ndodhur gjë. Për shembull, imagjino një mbrëmje me miq, ai të shikon fshehurazi ndërsa qesh, por kur e kap, kthen kokën. Jungu do të thoshte se sytë e tij po rrëfejnë atë që goja se thotë. Kjo shenjë tregon se dashuria është aty, e fshehur në hije, por e pamundur për t'u injoruar. 2. Të mbron instinktivisht, por në heshtje. Dashuria e pathënë shpesh shprehet përmes veprimeve, jo fjalëve. Jungu e quante këtë projekcion, personi projekton dashurinë e tij duke u kujdesur për ty, por e maskon si gest të rastësishëm. Për shembull, ndërsa ecni bashk, ai të drejton me një dorë të lehtë në shpinë që të shmangësh trafikun, ose sigurohet që ti të jesh në anën e sigurt të trotuarit. Nuk thot, po të mbroj, por veprimet e tij flasin. Ose, nëse je i stresuar, të dërgon një mesazh si ke ngrënë sot, ose të sjell një kafe rastësisht. Këto nuk janë rastësi, janë dashuri. Edhe në grup mund të vëresh se ndërhyn nëse dikush të lëndon, por në mënyrë diskrete. Ky instinkt mbrojtës është një shenjë e qartë se ti je i rëndësishëm për të. 3. Hapet me ty, por pak nga pak. Jungu besonte se hapja emocionale është pjesë e individuacionit, procesit për t'u bërë vetvetja. Kur dikush të do, por nuk arrin ta thotë, shpesh të zgjedh si një portë të sigurt për të ndarë copëzat të shpirtit të tij. Ndoshta, gjatë një bisede, të rrëfen një kujtim nga fëmijëria, si kur isha i vogël, kisha frikë se nuk do të isha kurrë mjaftueshëm. Ose të tregon një ëndër, një ditë dua të shëtis botën. Menjëherë mund të ndryshoj temë, por ai moment i vogël është i madh, ai po të tregon kush është vërtet. Këto rrëfime, sado të vogla, tregojnë se ti je i veçantë. Ai të beson, dhe kjo është një shenjë dashurie që flet më shumë se fjalët. 4. Kërkon pretekste për të qenë pranë teje. E ke vënë re dikë që gjithmonë gjen një arsye për të qenë afër teje? Jungu do të thoshte se kjo është hija që zbulon dashurinë e fshehur. Ndoshta të fton për një kafe pa arsye ose të shkruan një mesazh si pash një film, mendoj se do të pëlqente. Në grup, ai ulet pranë teje ose të përfshin në biseda. Edhe në distancë, mund të dërgojë një meme qesharake vetëm për të mbajtur kontaktin. Këto nuk janë rastësi, ai ka nevojë të jetë pranë teje, sepse zemra e tij të kërkon. Nëse e vëren këtë, provo të krijosh momente të qeta bashk, mund ta ndihmojë të ndihet më i sigurt për të shprehur ndjenjat. 5. Shqetësohet për mirëqenien tënde në mënyrë diskrete. Një person që të do shpesh vendos mirëqenien tënde në plan të parë, por pa bujë. Jungu do ta quante këtë një projekcion të dashurisë së fshehur. Për shembull, nëse je i sëmur, mund të sjellë një çaj ose të pyes si je sot. Nëse ke një ditë të rëndësishme, të dërgon një mesazh si do ja dalësh, mos u shqetëso. Ose, nëse të sheh të lodhur, të sugjeron të pushosh me një ton që tregon shqetësim të vërtetë. Edhe gjestet e vogla, si të jap shallin kur ke ftohtë, flasin shumë. Këto veprime tregojnë se ti je prioritet për të, edhe nëse të dua mbetet e pathënë. Trego mirënjohje për këto gjeste, mund ta inkurajoj të hapet më shumë. 6. Të dëgjon me një vëmendje të rrallë. Jungu thoshte se shpirti lidhet me ata që duan përmes pranisë së vërtetë. Kur dikush të do, por nuk e thot, e tregon përmes mënyrës se si të dëgjon. E ke ndjerë ndonjëherë dikë që të dëgjon sikur bota të ndalet? Ti rrëfen një ëndër, një frikë, apo edhe një histori banale, dhe ai është aty, të shikon në sy, pun kokën, bën pyetje si dhe si u ndjeve? Edhe kur flet për diçka të parëndësishme, si një shaka që të bëri të qesh, ai dëgjon me një buzëqeshje që të bën të ndihesh i veçantë. Kjo vëmendje është dashuri, një lidhje shpirtërore që flet pa fjalë. Për ta ndihmuar të shprehë më shumë, dëgjoje edhe ti me të njëjtin kujdes. Përfundim. Këto 6 shenja, shikimet intensive, mbrojtja instinktive, hapja graduale, pretekstet për të qenë afër, kujdesi diskret dhe dëgjimi i thellë, janë gjua e dashurisë së pathënë. Jungu do të thoshte se janë shprehje të shpirtit që do, edhe kur fjalët mungojnë. Mendo për një moment, a i njeh këto shenjat e dikush?
Ndoshta jo të gjitha, por edhe disa janë mjaftueshëm për të kuptuar se dashuria është aty. Dhe nëse nuk i sheh, tani e di çfarë të kërkosh. Dashuria nuk është vetëm fjalë, është prani, veprime dhe lidhje. Ti meriton ta jetosh, qoftë e thënë apo e heshtur. Nëse këto ide të preken, ndaje këtë artikull me dikë që mund të ketë nevojë ta lexojë dhe lër një koment, cila shenjë të bëri përshtypje. Le të vazhdojmë këtë udhëtim në botën e shpirtit bashkë.